në fundit ligjet janë përthyrje moralit shoqërisë. Pra çdo moral që vendos shoqëria, ai përthyet në ligj ose konkretizohet në ligj që të bëhet i zbatueshëm. Sigurisht ka dhe ligje që nuk janë pjesë e moralit, janë pjesë e ekonomisë, pjesë e organizimit, e strukturës shoqërisë, por në një pjesë të madhe janë pjesë e atij morali që është i detyrueshëm, që vjen nga vetë shoqëria dhe që merr formën e një ligji sanksionohet si detyrueshëm sepse është kërkesë e vetë shoqërisë dhe nuk mund të kapërcehet. Këta jo vetëm kapërcehet, këto vendimet morale të shoqërisë, këto kapërcejnë dhe mbysin edhe Zotin, mbysin edhe shoqërinë, gjithçka në emër të rreshtimit dhe të ideologjisë, se s'mundesh që ti jesh në parlament dhe ti të ndalosh biologjinë dhe të përkrahësh ideologjinë, sepse biologjinë e ka bërë natyra, e ka bërë Zoti, e detyron ai, e detyron vetë shoqëria dhe ta kundërshtosh në emër të një ideologjie boshe, e cila nuk të çon gjëkundi, thjesht merr një buzëqeshje nga lideri i partisë dhe merr një urrëtie shumë të madhe nga gjithë njerëzit që sot vërtet janë të revoltuar. Se unë e shoh kontaktet e përditshme sot në takimet që kanë bërë, por sikurse e shohim gjithë edhe në atë çka pasqyrojnë rrjetet sociale apo qëndrimet e njerëzve caktuar në raport me këtë ligj dhe madje. Nëse kalohet dhe bëhet realitet, a do të sjell probleme dhe përplasje në shoqërinë shqiptare, sepse nëse janë të vërteta këto sondazhe me 99% që tani që e kundërshtojnë, çfarë do të ndodhë? Shumë probleme do të sjell, ai është një ligj që do afektojë drejt për drejt edukimin, arsimin. Do vendosi censurën, sepse krijon në gjoja diskriminim dhe diskriminimi nëpërmjet ndjeshmërisë gjinore. Ndjeshmëria gjinore madje shkon deri në nivele absurde, ku unë nuk mund t'ju drejtohem më me zonja apo dikujt me Zoti, sepse në këtë rast unë të përcaktoj në terma binar, jo, unë duhet ta lë neutral, ju jeni që prej momentit që i aprovohet një identiteti i vetë përcaktuar, përcaktoni ju se çfarë gjinie ndjeni në vetë, pavarësisht detyrës që ka bërë Zoti dhe natyra. Dhe jo vetëm kjo se është një gjë formale, por në pjesën se si do edukohen brezat, si do i qasen familjes, si do i qasen sardmes, si do i qasen vlerave tona, dashurisë, virtytit, nderit, bien të gjitha këto që kemi krijuar. Kemi 21 shekuj që flasim për nderin, për dashurinë, për nënën, për babain, për birin, për vajzën, për mbesën e vogël, për nipin, të gjithë këto koncepte bien sepse ne nuk kemi drejt të përcaktojmë ato në këtë lidhje shpirtërore, natyrore, hyjnore, por në një moment caktuar duhet të vetë përcaktohen sipas përjetimeve që ato do kenë dhe ka një deviancë të çuditshme në këtë rast. Çfarë do ndodhi? Në këto shqetësimi kemi marrë dhe më përpara, në fakt se ne jetojmë në një botë globale dhe unë këto shqetësimi ka marrë vite më parë me atë që ka ndodhi në New York, në Amerikë. New Yorku ishte dhe është baza e gjitha këtyre agjendave, në fakt. Dhe nxënësit ose prindërit ishin të shqetësuar, sepse bashkë ekzistonin në një klasë me individ që ndoshta nuk ndjeheshin asnjëherës në ato momente, apo ndjeheshin një gjini tjetër asnjëanse, dhe kjo sillte probleme të komportimit, marrëdhënies sociale, por nuk ndodhi vetëm kjo.